nga Leonard Koja në windowradio.de. Mirëmbrëma miq dhe mirë se takohemi së bashku në Horizont këtu në valët e Window Radio. Unë jam Leonardi, live këtu nga studio qendror në Gjermani dhe ju them edhe një herë mirë se erdhët në Horizont në valët e Window Radio dhe mirë se ritakohemi së bashku si çdo të njëjtë, çdo të premtë dhe të shtunë në orën 21 ne jemi në Horizont së bashku. Duke uruar dhe shpresuar që të jeni të gjithë mirë, të keni kaluar mirë dhe në këtë mes javë të jeni po ashtu mirë të gjithë, familjarisht, personalisht dhe me ato çfarë ju do zemra. Do të uroj të gjithë baballarët gëzuar fesën, sepse sot këtu në Gjermani është festa e babait, pra nuk e di është edhe në vende të tjera, por këtu në Gjermani është festa e babait dhe do të uroj të gjithë baballarët gëzuar. Dua t'ju them që jeni vërtet heronj, sepse babai është ajo shtylla, janë shpatullat e forta, është ai që përpiqet pra të bëjë më të mirën për fëmijët e tyre, por asnjëherë një baba nuk duhet të jetë i plotësuar me fëmijën e tij, por duhet gjithmonë të jetë një prind shembullor dhe të japë më të mirën dhe kontributin më të mirë për ndërtimin e fëmijës, për ndërtimin e familjes dhe për mbrojtjen e familjes. Të nderuar miq, unë do të falenderoj edhe bashkëmoderatorët e mi, pra bashkëmoderatorët e tjerë të Window Radio, të cilët kanë qenë në emisionet më përpara, pra do të falenderoj Gens Paçukun me emisionin Mikrofoni i hapur që ka qenë ditë e martë. Duhet falenderoj dhe Mimoza Hoxha Agasën me Aleksandr Shallvarin që kanë qenë ditën e mërkurë me emisionin Ora Poetike, po ashtu dhe moderatorën Deti Zogu me emisionin Pa Kufi, po ajo edhe ashtu ditën e mërkurë. Pra falenderoj të gjithë stafin, falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët e Window Radio, falenderoj të gjithë dëgjuesit, të gjithë ata që na suportojnë, të gjithë ata që na mbështesin, të gjithë ata që na kritikojnë në mënyrë pozitive, por dhe ata që na kritikojnë në mënyrë negative, unë i falenderoj sepse ne mësojmë nga të gjithë dhe të gjithë mësojmë nga njëri tjetri. Të nderuar miq, unë do të kujtoj për të gjithë ata që janë miq të rinj dhe ku mund të ndjekeni Window Radio. Window Radio ka disa mundësi për të ndjekur, pra është website-i zyrtar i radios windowradio.de, ku ju këtu mund të lexoni dhe informacionin, lajmin e fundit, mund të dëgjoni edhe muzikën 24/7 të përzgjedhur nga DJ Bledi, DJ i radios tonë. Po ashtu Window Radio ndiqet dhe në platformat ndërkombëtare, sikur është TuneIn, që është platforma më e madhe globale e radiove, si dhe në Radio Box. Po ashtu ju mund të shkarkoni aplikacionin TuneIn ose Radio Box dhe të kërkoni Window Radio. Aplikacionet janë pa pagesë dhe aty ju mund të ndiqni emisionet tona live, si dhe mund të ndiqni dhe muzikën e përzgjedhur, pra sikur thash muzikën e përzgjedhur nga DJ Bledi 24/7, po ashtu dhe emisionet dhe programacionin që ne kemi. Po ashtu jemi edhe në platformën Radio Shqip, e cila është platforma më e madhe e radiove shqiptare, edhe kjo në njëjta mënyrë, pra mjafton të shkarkoni Radio Shqip, qoftë Play Store, qoftë Apple Store dhe ne jemi aty. Po ashtu mund të kërkoni në Google Search windowradio.de live dhe mund të ndiqni dhe emisionin Sondëm live. Po ashtu jemi edhe në faqen Facebookut, në faqen zyrtare të Facebookut windowradio.de, ku ju këtu mund të komentoni, mund të dërgoni pyetje për të ftuarit dhe ne si gjithnjë do përpiqemi nëse do kemi kohë në varësi të kohës apo në varësi të pyetjeve të tuaja të përzgjedhim ndonjë pyetje që ne mund t'ia drejtojmë të ftuarit. Për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin e plot sonde apo kanë dëshirë që të rindjekin emisionin, ne do jemi në ritransmetim në orën 3 pas mesnatë me orën evropiane ose në orën 21 me orën e Amerikës dhe të Kanadas. Pra ndaj është ky ritransmetimi në orën 3 pas mesnatë, pra mund duket të herët apo orë vonë për Evropën, por ne përpiqemi që të jemi sa më pranë edhe audiencës tonë në Amerikë për ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin në këtë orar live.
Window Radio ndiqet edhe në shumë platformat e tjera, pra nuk kam se t'i cekë, mjafton të gjithë ata që kanë në Play Store mund të shkarkojnë në Window Radio dhe ne jemi aty, po ashtu edhe në shumë platformat e tjera, qoftë shqiptare, qoftë ndërkombëtare. Do kërkoja shumë miqësisht për të gjithë miqtanë, pra sigur e them vazhdimisht, ne nuk fitojmë diçka, as ju nuk humbi gjë, por bëni një shpërndarje Facebookut, qoftë në faqet tuaja të Facebookut, qoftë në grupe ku ju jeni të antarësuar, sepse kemi një fitim të gjithë. Pra kemi fitimin që të na bashkohen miq të rinj dhe të jemi sa më shumë miq dhe shqiptar njëri me tjetrin, pra njëri tjetri, sepse sikur e them unë dhe të gjithë moderatorët, Window Radio është një platformë mediatike vetëm e dëgjuesve. Ne si staf jemi thjesht përpiqemi të jemi shërbëtor të drejtë për ju. Dhe çdo dëgjues, çdo shqiptar që ka diçka për të thënë, ka një histori për të treguar, ka diçka për të promovuar, qoftë në art, qoftë në kulturë, poezi, qoftë një mendim të vetin, pra ne gjithmonë do jemi një mikrofon i hapur për çdo dëgjues, por mjafton të na shkruani në numrin e telefonit zyrtar të radios, në numrat tonë të telefonit, pra në numrin e çdo moderatori apo numrin tim, në rrjetet tona sociale, dhe ne do përpiqemi të jemi sa më pranë jush dhe të jemi sa më të hapur të krijojmë mundësi çdo kujt. Miq, që unë mos të zgjatëm me këtë monologun tim, por është një, si thua, është një prezantim i domosdoshëm. Son do kam një të ftuar, vërtet është një zonjë dimensionale, është një zonjë që është aktiviste, kontributore, qoftë në diasporë, qoftë në Shqipëri, por së fundi, me sa kemi kuptuar dhe kemi parë, ajo ka tentuar të vijë dhe politikës. Pra, dhe më thënë të drejtën, kam patur shumë reagime edhe në messengerin tim, apo në numrin tim telefonit, apo dhe në njoftimin pra që ne kemi nxjerrë për emisionin e sotëm, ku njerëzit i kanë krijuar interes, dhe unë sonde kam nderin të kem të ftuar zonjën Etleva Rapa, të cilës i them mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në Window Radio. Mirëmbrëma nga Pistoja, nga Italia, mirëmbrëma Window Radio, të gjithë dëgjuesve që po na ndjekin, të gjithë atyre që punojnë, të gjithë atyre që investojnë dhe të gjithë shqiptarëve kudo në botë, por jo vetëm shqiptarëve, sepse sonte ka interes edhe të huaj, na thanë që mund ta ndjekim radion dhe nëpërmjet inteligjencës artificiale do përkthejmë se çfarë do ju pyesin e se çfarë do përgjigjeni. Shumë Dhe një herë mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma, dhe unë të jam mirënjohës që ju pranuat të jeni në emision me ne sonde, dhe duke patur parasysh që ju jeni shumë ngarkuar këto kohë dhe me obligime gjetët kohë dhe të jeni me dëgjuesit tanë. Faleminderit juve për ftesën. Në fakt sot u thash grupit tim elektoral që nuk do jem në një mbledhje nga ora 8 deri në 10 të darkës, sepse thash do t'i jap përparësi këtij lloj bisedimi të ngrohtë në këtë orë të mbrëmjes, dedikuar gjithë diasporës shqiptare. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Zonja Rapa, pra ju i keni hyrë politikës, por do doja ta filloni një bisedë pak ndryshe, sepse ndoshta jo gjithë dëgjuesit e Window Radio ju njohin apo kanë patur mundësi të ndjekin veprimtarinë tuaj. Ju jeni shumë aktiviste, qoftë në Itali, qoftë në Shqipëri, jeni angazhuar shumë edhe me shumë shoqata, jeni angazhuar dhe si humanitare. Pra, do doja diçka nga vërmetaria juaj përpara se të shkojmë tek politika, që ta fillojmë pak ndryshe, pak ëmbël bisedën. Është shumë e drejtë kjo pyetja juaj, jo se fillohet ndryshe, por fillohet nga ABC-ja e jetës tonë në emigrim, sepse politika është nuk mund të themi hapi i fundit, sepse në jetë njeriu ka shumë hapa, shumë ide, por është një ndër hapat e momentit. Por jeta që të çojë drejt politikës ka filluar si jeta e çdo emigranti, që kam mbërritur përpara 25 vjetëve këtu në Itali. Unë jam vajzë lushnjare, për të gjithë ata që po na dëgjojnë, për të ditur kur i thuhet
Po, nga qyteti i Vaçezelës, nga Bilbili i Shqipërisë. Absolutisht. Edhe kam prej 25 vjetëve që jetoj në Pistoia, që është një qytet antik, një qytet shumë i bukur, konservator, një qytet me histori shumë të lashtë antike, por edhe një qytet që mban një përqindje shumë të lartë të komunitetit shqiptar që jeton, punon dhe zhvillohet në territor dhe jo vetëm të komunitetit shqiptar, këtu në Pistoia jetojnë rreth 112 komunitete të ndryshme dhe ndërto spikat në vendin e parë në përqindje popullsie komuniteti shqiptar. Për publikun dhe për dëgjuesit e Window Radios, historia ime është si historia e çdo shqiptari që mori rrugën drejt emigrimit. Unë nuk e mora rrugën drejt emigrimit për ndonjë arsye ekonomike apo kushte të këqija apo siç ka qenë ajo vazhda e jetës. Por unë e mora emigrimin sepse në ato kohë në Shqipëri unë punoja gazetare në qytetin e Lushnjës dhe ajo punë që e vazhdoj edhe sot me pasion u bë kohët e fundit e rrezikshme dhe jo e sigurt për jetën dhe për familjen dhe kur i thuhet e lash qytetin tim dhe vendin tim dhe erdha drejt Italisë. Duke bërë një farë llogarie të thjeshtë, para 25 viteve, mos e keni fjalën për 97-ën që u bëja koha e trazirave rrezikshme për gazetarin? Atëherë, në ato vite, ndërmjet 97-ës dhe 99-ës që i përkiste dhe eksodit të madh të vëllezërve tanë kosovar, unë sapo kisha filluar hapat e para në punën e gazetarisë në Lushnjë, isha e vetmja gazetare në terren, ishte një gazetare tjetër në studio që bënte emisionet e mëngjesit, gazetat, horoskopin, kurse në terren aktualisht isha vetëm unë. Dhe më binte rasti që të shikoja që tek rrugët e prishura, pusetat, tregjet në për tortuare, edhe deri tek viktimat, luftrat e bandave, armët, vjedhjet, të gjitha këto dhe të arrija. Ajo ka qenë një traumë vërtet. Dhe këto ti përjetoje në radhë të parë si vajzë e re, pastaj ti përjetoje si qytetare dhe ti përjetoje më pas si gazetare, duke se kur jeta ishte segmentuar në 2-3 pjesë të ndryshme. Ishte segmentuar në 2-3 pjesë, sepse puna e gazetares nuk është se kisha studiuar për gazetari, por ajo ishte një ofertë pune që ofronte momenti dhe edhe ajo që kështu që arsye që erdha drejt Italisë ishte pak a shumë ky lloj shtyse, domethënë pasiguria drejt jetës dhe drejt familjes dhe erdha në Itali. Po, kjo. Kurse për anën e aktiviteteve, për anën e jetës social-kulturore, e të çfarë do lloj ndërthurje tjetër që mund të jetë në emigrim, është bërë më aktive, më e dukshme dhe më prezente për mua, por edhe për komunitetin, këto 10-15 vjetët e fundit, për arsye sepse vitet e para është e kotë ta mohojmë, të gjithë kudo që kemi emigruar në çdo cep të botës, me çfarë do lloj mënyre që kemi mbritur, si ata që kanë mbritur me aviona e me diploma në përxhepa, si ata që kanë kaluar Adriatikun me skaf, apo si ata që kanë fshehur poshtë fugonave autobusave, nuk është se ka qenë shesh me lule, kanë menduar në radhë të parë punët e para, shtëpitë e para, dokumentat, kontratat e ndryshme dhe më pastaj janë rikthyer për mos të lënë në heshtje apo për mos të mbytur ato ëndrat, pasionet, por edhe për të investuar, pse jo, për kur i thuhet për vendin tënd që ke lënë pas, por edhe për komunitetin ku jeton këtu dhe këto 10 vitet e fundit ka qenë ajo rizgjimi i një aktiviteti kompleks dedikuar jo vetëm diasporës shqiptare këtu, po dhe shumë komuniteteve të tjera dhe jo vetëm në qytetin e Pistoiës, në disa qytetet Italisë, edhe në Francë, në Gjermani, në Kosovë, në Maqedoni, padyshim edhe në Shqipëri, me shumë kur i thuhet dëshirë për të lënë pas gjurmë pozitive
dhe jo me atë manin që shpesh na kapi edhe ajo ideja e shqiptarëve që të bëj për të dukur. Është ajo shprehja që na thoshin dikur prindrit, bëj gjërat për të ngelur, jo për të dukur, se për të dukur duken një herë dhe harrohen. Dhe kjo ka qenë ajo shtysa që këto vitet e fundit kam dashur të investoj më shumë, më fort dhe më me profesionalizëm në aktivitete të ndryshme dhe në drejtime të ndryshme. Në një bisedë që kemi patur bashkë, ju jeni, pra ju edhe gazetarin e përpishin të shfrytëzoni edhe në Itali, në Evropë, po ashtu ju keni jeni edhe në për disa shoqata e aktivizuar, ju keni organizuar edhe një festival apo 2 më qofsha gabim, për atëherë. Pra, po ashtu jeni edhe një aktiviste, një humanitare që ndihmon edhe njerëz me aftësi të kufizuar në Shqipëri. Pra, duhet të kuptoj diçka të kjo pjesa e juaj, shiko, nëse thjesht unë kaq thash dhe më duk shumë gjatë, por duke patur parasysh me kaq shumë obligime si a dilni, ku i gjini gjithë ato forcë. Atëherë, është e vërtet, ato pak pika që ju përmendët më lart, unë aktualisht bëj gazetare freelancer në revistën Marshi i Mërgjimtarit, që publikohet në Pilsting të Gjermanisë me redaktor Maxhun Smailin, një nga figurat më të shuara të luftës së Kosovës, një nga arkivistët më të mëdhenj të asaj lufte, i shpëtuar 3 apo 4 herë në mos gaboj nga varret e përbashkëta, një maratonomak, një njeri që e ka marrë rrugën nga Gjermania në këmbë dhe pas 78 ditëve ka mbërritur në Kosovë. Kështu që ajo revistë mban vërtet atë emrin e atij Marshi të Mërgjimtarit, ku flitet dhe faqet e saj kanë hapësira jo për personazhet ata që duken famoz, ato të shkëlqimeve të tapeteve, por për personat që vërtet punojnë dhe investojnë në diasporën shqiptare kudo në botë. Dhe ky është një aspekt. Ana tjetër, unë jam presidente e një shoqate që s'ka shumë muaj që e kam krijuar këtu në Pistoia. Jam antare e shoqatës Zërit të Mërgjimtarit, të Bashkimit të Shkrimtarëve dhe Artistëve në Novara, këtu në Itali. Marr pjesë në një shoqat politike bilaterale që quhet OZA, e krijuar nga ish senatori Manuel Vescovi dhe aty shpesh mbuloj punën dhe mbuloj, kur i thuhet, materialet dhe idetë e projektet bilaterale që bëhen ndërmjet Shqipërisë edhe Italisë. Shoqata quhet OZA, që do të thotë objektiv, strategji dhe aksion, dhe unë brenda asaj shoqate politike jam e vetmja shqiptare, me origjinë shqiptare, se tashmë jam qytetare italiane. Ju kuptoj. Dhe kurse në pjesën tjetër që bashkëpunoj ngushtë dhe kam shumë për zemër, një nga shoqatat më prestigjioze, më profesionale që punon në fushën e fëmijëve me aftësi të kufizuara, që quhet shoqata Edhe Unë Mundem, që drejtohet nga mësuesja profesioniste e specializuar për këta fëmijë dhe të rinj, zonja Violet Gjoni, që ekziston shoqata në Tiranë. Është një shoqatë që Po, kjo është në Shqipëri, është një shoqatë që bashkëpunon jo vetëm me ambasadën amerikane dhe italiane, por edhe me një nga projektet më të mëdha në Rom, që është Ram for Autismo, me shoqatën Progetto Filipide. Kështu që aktivitetet janë në multidirecione, do më thënë në shumë drejtime, dhe kurse këtu në Pistoia jam edhe antare nderi shoqatës Amo Pistojat, që do të thotë e dua Pistojën, dhe të gjitha këto bëjnë atë kompleksitetin e jetës së përditshme, që përveç punës së përditshme për të çuar përpara jetën e familjes, është ai kompleksiteti për t'i mbledhur të gjitha ato pikat e ndryshme të shoqërisë shqiptare dhe të diasporës shqiptare në mënyrë sa më profesionale. Kurse në Shqipëri, që e përmendet pak më lart, gjatë gjithë këtyre viteve unë nuk jam shkëputur kurrë, por duke filluar që nga koha e tërmetit të 2019-s kam qenë prezent me mbledhjen e ndihmave humanitare që në atë kohë drejtuan drejt personave që kishin nevojë.
në ato kohë bëri shumë bujë ideja ime që dhash nëpërmjet portaleve që ishte në atë kohë dhe pastaj u bë si katapult nëpër televizione, që thash në qoftë se ka ngelur në mes katër rrugëve ndonjë nën me fëmijë, nuk ka problem, e marr unë në shtëpinë time derisa t'i ndërtohet një shtëpi e re, sepse se ndihma kryesore duhet i hapësh derën dikujt, se me fjalë pastaj i merr era. Absolutisht. Kam vazhduar pastaj të investoj edhe në shumë projekte dhe mini projekte humanitare dedikuar pleqjve që jetojnë në shtëpia të ndryshme, fëmijëve që janë jetim dhe kam qenë themeluesja kryesore dhe drejtoresha artistike e festivalit Mikrofoni Art Vaçezela, që dhe ky dedikohet fëmijëve jo vetëm me aftësi, por edhe fëmijëve me probleme, familjeve siç i themi ne të varfra, që dhe ata të kenë aftësi që të shprehen drejt artit dhe kulturës. Vazhdoj të bëj bashkëpunime ndërmjet shteteve të ndryshme, përpara pak muajve, në mos gaboj në dhjetor, ka qenë mbyllja e një pakti miqësie ndërmjet Lushnjës dhe Pistojës. Vjet kemi arritur të sjellim për herë të parë këtu në një qytet, ose më thjesht në një qytet që quhet Kazalguidi, dhe që bën një nga panajiret më antik të Europës, mbi 140 vjet, ne për herë të parë. Kjo është në Firenze? Në zonën e Firenze? Në zonën e Toskanës? Kjo është në zonën e Pistojës dhe Toskanës, sa 10 minuta larg Pistojës, dhe ky panajir që është antik, imagjino që këtu e para 150 vjetëve kur bota ishte akoma në një shekull tjetër, e mendoheshin për luftra, tu mendonin për biznes, për tregti, për shkëmbim idesh, për shkëmbim përvojë dhe eksperiencë, dhe vjet për herë të parë mori pjesë një stand nga Shqipëria dhe u përfaqësua me qytetin e Belshit, dhe i gjitha i projekte, i program u përfaqësua nëpërmjet kësaj pune që u bën ndërmjet dy bashkive dhe dy shteteve. Kemi një lidhje shumë të mirë me qytetin e Shkodrës dhe me aktualisht kryetarin e bashkisë, zotin Benet Beci, sepse shumica e shqiptarëve që jetojnë këtu në Pistoja e kanë pothuajse të gjithë origjinën nga Shkodra. Kur ju bët prezantimin që jeni një vajzë lushnjare, pra një zonjë nga Lushnja, dhe duke patë parasysh që tash unë kam shumë njerëz në Firenze dhe duke patë parasysh që aty janë shumë shkodranë në Pistoja, do të thosha si ndihet një zonjë nga Lushnja mes shkodranëve, mes veriorëve aty. Atyre me ta thënë të drejtën do ta shpreh me një shprehje që e përdorte shpesh e nderuara dhe e madhja vajzë lushnjare, artistja e popullit Margarita Xhepa, që unë e kam njohur që fëmijë, dhe sa herë shkoja në shtëpinë e saj, kur merrja udhëtimet ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë, dhe kur pinim bashkë ato kafet, më merr malli dhe nostalgjia kur i kujtoj ato momente. Ajo më thoshte gjithmonë, e po kur u bë kjo mickonja nga Lushnja, thoshte. E po kur u bë kjo mickonja nga Lushnja. Duke pasur parasysh se ajo më kishte njohur që fëmijë, që isha e imët, nuk isha njeri që merresha me sport, por lexoja shumë, studioja shumë. Dhe kur i thosha unë, po e di që këtë shprehje ma thon tashmë edhe shqiptarët në Pistoja, e më thoshte mua, pse më i çupët ta thon këtë shprehje? Ç'kan me ty? I thosha unë, po unë jam e vetmja lushnjare, se janë 10 apo 15 lushnjarë në atje, dhe të gjithë të tjerët janë nga Shkodra. Edhe më shikonte mua kështu, më thoshte, atëherë je bërë mickonjë dhe atje, më thoshte mua. Thosha unë, jo, thosha, nuk jam bërë, por atje më njohin që unë i bëj punë dhe projekte të dalë deri në fund, dhe në fakt shumica e popullsisë më thonë, ti për të lindur ke lindur në Lushnjë, po kështu për bese burrni ja ke kaluar asaj figurës jo vetëm historike, po më krahasonin me, nuk më vjen, e Shote Galicës. Me Shote Galicës. Se nuk doja të më thoshin, ti vërtet ke lind nga Lushnja, po ti dukesh se kur ke lindur në tokën e Shote Galicës, jo më e fortë se ne që jemi malsor.
Faktikisht Por ne ndjehen shqiptarët, mirë, më thënë të sepse- drejtën, ne shqiptarët pavarësisht se jemi një popull i vujtë dhe me një histori të kaluar të skajshme të vështirë, më thënë të drejtën, kemi shumë gjëra pozitive, jemi shumë të afruar me njëri tjetrin, pavarësisht edhe këtyre problemeve, si thosh, sociale, politike, por Në çdo shoqëri dhe në çdo komunitet, në çdo shtet ekzistojnë problemet. Ne Absolutisht. kemi vetëm një jetë për të jetuar, duhet të marrim gjithmonë anën pozitive dhe atë që është negative, nëse kemi mundësi ta kthejmë pozitive, ja kemi arritur. Miq, ja pra, nuk thash kot në fillim të emisionit që kemi një zonjë shumë dimensionale, aq sa zonja po shpjegonte të gjitha ato veprimtaritë e saja dhe pra është nder të kesh një person të tillë normal ne në Window Radio, por dhe i bëja thirrje të gjithë atyre shqiptarëve që kanë mundësi të votojnë, kanë të drejtë votën e pistoja. Na nderoni me këtë zonjë sepse vërtet kjo zonjë po na nderoka në çdo vend dhe deri të nderë edhe për pistojen. Zonja Rapa, dua të të bëj një pyetje pak më ndryshe tani. Sa ndjeni ose jeni ndjerë ndonjëherë zhgënjur nga shteti shqiptar se si vlerëson njerëzit që kontribojnë jashtë vendit për Shqipërinë? Shiko, me thënë të drejtën, kjo pyetje është një pyetje që zbulon, si i themi ne, atë koracën ose atë lëkurën që na është trashur në emigrim nga problemet e nga gjitha. Zhgënjimet që mund të kemi ndërmjet vetvetes tonë dhe shtetit tonë, ndoshta mund të jenë edhe më të shumta se një herë, ndoshta mund të jenë edhe shumë herë të hidhura, apo zhgënjyese deri në atë pikë që ne ndër vite kemi pasur dhe atë idenë, apo atë shprehjen që thoshim po kush kthehet në Shqipëri, ose kur kemi ardhur vitet e para që thoshim unë i vdekur kthehem, i gjallë nuk kthehem. Sepse gjithë zhgënjimet mblidheshin për brenda. Kurse vitet e fundit, ajo që ka qenë më shumë se zhgënjim, po më dukej si një zvarritje, ka qenë ideja që u deshëm kaq gjatë, 35 vjet, që ne të na jepej e drejta e votës. Duket si një gjë banale, jo se duhet të kaloj në fushën direkt politike, por e drejta e votës e diasporës ka qenë ajo, kur i thuhet pika e peshores, që as na mbante nga një anë dhe as ne mbanim në një anë. Dhe kjo ka qenë ai zhgënjimi, sepse gjatë këtyre 10-15 vjetëve unë kam pasur kontakte të vazhdueshme me të gjithë figurat e ndryshme administrative dhe politike që janë në Shqipëri, pa vënë sipër që janë të majtë, të djathtë, të mesit, lart, poshtë, të kuq apo të verdh, por gjithmonë kur u thosha që ore ne po na vjen radha të votojmë në shtetet ku jemi, kemi marrë në shtetësitë, kur i thuhet po japi mendim dhe po na dëgjojnë zërin në shtetet ku jemi, përse mos të votojmë këtu, se ne nuk jemi të huaj, jemi shqiptar. Dhe ishin gjithmonë ato barrierat politike, barrierat administrative, duhet kuptojmë edhe ato barrierat financiare, ekonomike, barrierat e njerëzve të zotë që duhet të punonin për votën, sepse vota nuk ishte dolëm në një kafe dhe te kjo letër më shkruaj emrin dhe mbaroj çdo gjë. Dhe kjo ishte kur i thuhet ai ngërçi që sa herë unë shkoja në takime të ndryshme si zyrtare dhe jo zyrtare, thosha po lëvizni more na jepni dhe ne të drejtën. Por duke se kur vitet me qenë se jemi këtu. Duke patur parasysh që normalisht në botën demokratike vota është arma më e fuqishme e individit. Patjetër. Ajo është, pra është arma më e fuqishme. Dhe ne, ju e cekët, shumë mirë që erdhi kjo drejta e votës edhe për ne emigrantët. Vazhdimisht e drejta e votës e migracioni është parë si remitancë ekonomike dhe a mendon që edhe kjo votë paktën me herë të parë që u votua vjet para një viti në 11 maj 2025, a mendon që emigrantët e përdorën si armë
apo u përdor nga Shqipëria si remitancë votash. Pra deri dje remitancë ekonomike dhe sot mos emigrantët përdoren si remitancë votash. E kuptoj shumë qartë pyetjen tuaj për arsye sepse duhet ju them edhe një pikë delikate që jo shumë njerëz e dinë, pavarësisht se unë kam thënë edhe në një intervistë në radio televizionin shqiptar, kur jam intervistuar vjet gjatë fushatës zgjedhore, por për të pasur parasysh se sa pesh ka vota dhe e drejta e votës, kur është hapur vjet portali zyrtar digjital në 6 janar, unë në 7 janar kam qenë e para, ose i pari person fizik me origjinë shqiptare dhe me nënshtetësi të huaj që kam çuar një kërkesë zyrtare zyrave konsullore dhe të ambasadës për të pasur zyra efektive në territor, që të ndihmonim diasporën, të ndihmonim njerëzit tanë si të regjistroheshin, sepse jo të gjithë janë të zotën në përmjet anës digjitale, procesi që i komplikuar për çdo shtet kishte problematika të ndryshme e të tjera. Por për të dalur tek ajo pyetja juaj që na kanë përdorur si remitancë, kemi përdorur këtë, atëherë. Ne jemi 35 vjet në emigrim, flasim për emigracionin e ri, pa prekur emigracionin arbëresh që janë rrënjë të thella këtu e 6 shekuj. Emigracioni jonë i ri i diasporës tonë të re të 35 vjetëve, ne kemi qenë gjithmonë, unë e konsideroj dhe janë edhe studime që ka bërë komuniteti evropian, ne kemi qenë gjithmonë banka private e tekave, e kapriçove dhe e nevojave të Shqipërisë. Për çdo familje, duke filluar nga familjet tona, nëse kishte një fest, kishte një martesë, do ndrohej tapeti, do ndroheshin pllakat e banjos, do ndrohej kjo apo ajo, ne kemi qenë ana financiare dhe vazhdojmë deri sot që ne të jemi ndër transakcionet më të mëdha ekonomike ndërmjet Western Union dhe MoneyGram i bën të gjithë shqiptarët nga Europa drejt Shqipërisë. Dhe padyshim ne kemi qenë ajo kur i thuhet pula që bën të vezë të arta, si i thuhet asaj shprehjes popullore. Dhe na kanë parë në këtë drejtim. Dhe nëse veje dur bosh ose nuk dërgoje një herë, ose binte një hall apo binte një fest, dhe ti nuk i dërgoje ato 50 euro, 100 euro, dukeshe gjë e parë që na thuhej nga shqiptarët, nga pjesëtarët e familjes. Jo vetëm jeni bë mendjem thënë, po ha mos e di që ty për 50 euro, 100 euro çfarë kushton ty. Dhe ato 50 euro, 100 euro, për shembull, burrat i shkonin i pinin klub dhe i hidhin benzinë në makinës, kurse gratë shkonin bënin thonjë të blenin një çantë bukur edhe dilnin pinin kafe. Biles mendoj që kjo lloj sjellje, pra kjo lloj sjellje e emigracionit, mendoj që e ka dëmtuar më shumë se sa ka ndihmuar shoqërinë shqiptare. Sepse duke të ardha ai leku, si themi shqip, ai leku i pamundshëm, ai leku i pa djerës, qyl, a kupton, dhe lër zona, ose lër e baçën pa mbjell një domate tash. Ka qenë më trup se shkoj fshatar, blej domate supermarket, blej trangull, blej vezë. A kupton, pra mendoj që ka ndikuar më shumë dëmshëm se sa ndihmë pozitive. Ka ndikuar shumë dëmshëm për arsye sepse ne dolëm nga një periudhë tranzicioni dhe krize ekonomike siç që ajo e viteve 96-97, kur që ai krahu ekonomik, ku njerëzit u munduan të fusnin 100.000 lekë, të merrnin 300, të rrinin gjithë parazit, dhe ne vazhduam më pas me këtë ndjenjen që mos t'i lëm pa bukë, mos t'i lëm pa këtë, mos të braktisin familje, mos braktisin prindrit, hëse martohet filani, hëse lindi ky, hëse u përdas me filanit. Ne kemi qenë gjithmonë me një peshë dhe me një barë familjare, shoqërore, kulturore dhe patriarkale që kemi brenda shoqërisë tonë, gjithmonë ajo që sikur vlerën tonë ne duhet ta tregonim nëpërmjet lekut, nëpërmjet investimit. Akoma aty vazhdojmë ta ndërtojmë tjetër. Dhe kjo bëri që një pjesë e shoqërisë atje jo vetëm të mos punonte, mos të investonte, mos të kishte idera, mos të kishte hobe, mos të dilte të kërkonte diçka më të mirë. Sepse thosh mua në fund muajit më vjen. Thoshte kjo nuk s'kam se ta vras mendjen. Dhe duhet të llogarisim se ne nuk kemi qenë vetëm investitor monetar.
ne, një vend me 28.000 km2, mbajmë rekord të paktën në Europë për linjat e autobusave dhe fugonave që transportojmë mall drejt Shqipërisë. Do me thënë dhe ajo është një vlerë e tillë financiare dhe një potencial i pa llogaritshëm. Imagjino që këtu është thënë një herë një shprehje që ka thënë Papa Wojtyla, që thoshte sikur edhe në det ta kishim hedh këtë sheqerin do ishte bërë i ëmbël. Edhe ata andej nuk u ngopën. Shiko, kështu që kjo bëri që ne të konsideroheshim për 35 vjet dhe vazhdojmë të konsiderohemi remitancë ekonomike. Doli ana tjetër e pyetjes tuaj që jemi remitancë politike. Atëherë, për të shkuar drejt Europës, një nga faktorët kryesor dhe themelor të çfarëdo lloj kushtetute të vendit që duhet hyrë në Europë është e drejta e votës së qytetarëve, afër, larg, të vinë pranë kutive, të votojnë në mënyrë digjitale, të votojnë nëpërmjet emailit, në çfarëdo lloj mënyre. Dhe kjo e bëri që qeveria shqiptare t'i nxitonte hapat për të na dhënë të drejtën e votës. Në shumë takime politike që janë bërë këtu në qytetin e Pistojës, kur vinin përfaqësues të ndryshëm të gjithë forcave politike, pas një lloj dallimi, thoshin: tash ti keni të drejtën e votës ose ju dham të drejtën e votës. Një herë jam ngritur në një mbledhje ku kam qenë. Si të ne kishin borxh, thashë sigurisht, si ne ishim diçka të jashtëzakonshme. Më falni, thash, t'ju bëj një pyetje, çfarë na dhat juve? Tha, ju dham të drejtën e votës. Jo, thash, ne të drejtën e votës e kemi se kemi lindur, jemi shqiptar. Kur arrim moshën 18 vjeç, unë të drejtën e votës e kam. Pavarësisht se ju nuk s'keni pasur sistemin e duhur që unë të votoja nga Italia, nga Gjermania, nga Amerika, nga Spanja, Franca, deri në Zeland, deri poshtë në Afrikën e Jugut. Do të thënë, ka qenë një mangësie juaj administrative, politike dhe financiare që unë ta sillja të vot këty. Një thash, dhe e dyta, nuk ka si të më japësh ti votën, sepse s'është e jotja, është e drejta ime. Ju sot lëvizet për ta vënë në drejtim. Pastaj, se sa ndikoi ajo vota e diasporës, se sa u përdor, se sa u ngritën flamuje, se sa u bën premtime, ajo është gjë tjetër, sepse ishte. Shiko, zonja Teva, brenda kësaj pyetje, nëse mundem të të pyes diçka pak më ndryshe, me që jemi akoma këtu tek pjesa politike e Shqipërisë dhe e diasporës. Duke patur parasysh, pra vetë ju jeni një person shumë i angazhuar, një person shumë aktiv dhe për këtë jeni për të admiruar. Por sikur ju ka shumë shqiptar, pra se mendoj që tashmë nuk kemi më migracion ekonomik si para viteve, po themi 2010-2005. Mas 2010 dhe se mbrapa ka qenë një emigracion më tepër intelektual, emigracion ndryshe. Por për këtij emigracioni ne kemi një rini të rritur tashmë në Perëndim, një brez, qoftë të lindur ose që kanë ardhur të vegjël. Dhe ne akoma vazhdojmë të flasim për një të drejtë vote, që unë duhet të votoj në Shkodër, ti duhet të votosh në Lushnjë, tjetri duhet të votoj në Gjirokastër. A duhet diaspora të ketë një organizim të vetin, paktën diaspora të votoj për njerëzit e saj, të diasporës, pra të jetë një 4 vende, 5 vende, 3 vende, shumë që i ka numri, po tjetë një numër në parlament i caktuar për diasporën, në diaspora të votoj për njerëz të vetë. Patjetër. Pra, mendoni që diaspora do ta shoh pak më ndryshe këtë të drejtën e saj, jo thjesht të mosha Leonardit e Tevës, pra të mosha jo, por për të tërheq fëmijët tanë, për të tërheq brezin e ri. Kjo është një hallk shumë e rëndësishme dhe duhet të shkoj hap pas hapi me maturin politike që ne duhet të bëjmë për vetveten tonë si diasporë. Përse e them në këtë drejtim? Ju e prekët shumë saktë atë që tashmë ne nuk vim më për bukën e gojës, nuk vim më për një kontratë, nuk ka rëndësi të na ofrohet një kurs i gjuhës huaj, sepse nuk ka shqiptar që mos të di 3-4 gjuhë huaj, mos të ketë studiuar në përshkolla të paktën të mesme profesionale. Të paktën ai që do, i ka mundësi. Jemi të aftë
të mbijetojmë në çdo vend, në çdo qytet, në çdo shtet, në çfarë do lloj kushtesh dhe t'ja dalim dhe shumicën e rasteve t'ja dalim. Pavarësisht se ka dhe gjëra që nuk arrihen kurrë, apo kur i thuhet ato drithijet e një diaspore nuk mbarojnë kurrë. Dhe jo vetëm tonës, po të gjithë komuniteteve. Dhe kjo pyetje se si ne mund të organizohemi si diasporë për brezat e dytë dhe të tretë, për të rinj që janë këtej. E para duhet të nisemi nga ajo që ne akoma si diasporë kudo që jemi, të flas të paktën për Europën që e njoh pak a shumë realitetin, nuk kemi akoma një maturi politike. Çfarë do të thotë? Maturia politike u duk për shembull në zgjedhjet që u bën vjet në maj. Shumë pafund vun kandidaturat deri nga Amerika, deri nga çdo vend i botës. Kam një personalisht të tillë njerëz, po mendoj që Tirana është ajo që nuk I do këta njerëz. Dhe të gjithë vun kandidaturat se donin të shkonin në Parlamentin Shqiptar. Atëherë, është ajo pjesa që Tirana, Shqipëria, vendi jonë nuk na do, sepse ne vemi në vendin tonë dhe gjëja e parë që na thonë, ha më fol shqip ti fol se je në shtëpi tënde. Pa pasur parasysh që ne jemi adoptuar në jetët këtej dhe pastaj dëgjon njerëzit që janë andej duke dëgjuar 5 ditë rresh një telenovel turke apo spanjolle, I flasin njëri tjetrit në telefon I thot hola, o vllai, hë motra. Dhe I kemi këto katraura mendore që themun nga një herë. Dhe u duk tek ajo fazë e parë që ne, kur I thuhet erdhëm tek e drejta e votës, u turrën të gjithë, po u turrëm në një mënyrë jo profesionale. Nuk mund të nisesh ti tashmë që jeton 35 vjet në Londër, në Gjermani, në Amerikë, kudo që t'jesh, e të thuash, tani unë do iki drejt Parlamentit Shqiptar. Ku shumica nuk e kishin iden as kur ishte çliruar Shqipëria. Dhe kur u bëje pyetje thoshe, ore, si do veshtin parlament? E di kur është për kushtetutë e Shqipërisë? Jo. E di se sa shqiptar ka? Jo. E di se sa rini ka? Jo. Ore, si do vesh? Jo, po unë kam studiur këtu, kam studiur atë. Këta janë si vipat e Big Brother, Po pra, dhe kjo tregoj atë pa maturin ton politike. Se ne si ishim zotët të gjenim vend, kur I thuhet vend në politik, e kërkuam për 35 vjet, tash kur na erdhi në dorë, ne si ishim zotët të kishim një përfaqësues, sepse dolën të gjithë si thuhet ajo shpreha, si kërpudhat pas shiut. Absolutisht. Shiko, unë jam plotësisht dakord me këndvështrimin tënd. Dhe ky që hapi I parë, dhe ky që hapi I parë I pamaturisë politike. Absolutisht po. Kurse kur konkurojmë këtu në përvendet tona, ku jemi që jetojmë aktualisht, unë e them kur I thuhet me krenari në vendet tona, sepse këto vende tashmë janë bërë pjesë e jetës tonë, familjeve tona. Absolutisht, na kanë hap dyert, ne kanë dhënë gjitha mundësinë, gjitha shanset, na kanë krijuar çdo lloj mundësie. Kemi rritur familjet, kemi krijuar të ardhmen. Dhe kemi akoma këtë pjesën tjetër. Duhet të jemi shumë mirënjohës madje këtyre vendeve. Patjetër. Kemi këtë pjesën tjetër akoma të pamaturisë politike në vendet ku jetojmë. E para sepse ne nuk përkrahim njëri tjetrin. Në çfarë do lloj iniciative politike që marrim, ne nuk e përkrahim njëri tjetrin. Na votojnë të huajt, nuk na votojnë edhe parafisë. Tani ti më ke kthyer, shiko, okay, kthehemi, ikim nga diaspora. Pra, jo ikim, sepse më thon të drejtën, unë shpeshherë them në qoftë se pavarësinë e Shqipërisë, vetë diaspora e solli. Pra, rilindasi diaspora isha që solli pavarësinë. Qose ne sot themi në 2026 që janë rreth 1,5 milion shqiptar të emigruar dhe a janë aq as janë aq në Shqipëri, pastaj s'po merremi me këtë pjesë, por nëse ne themi pse s'bëhet ai vend, jo Rama, jo Berisha, jo Meta, jo Dreqi, ne duhet të vëmë gishtin kokës, ore ne çfarë po bëjmë? Sepse jemi më shumë jashtë se në Shqipëri. Çfarë do bëjmë? Babi im 77 vjeç, babi pleq, njerëzit me probleme sociale, njerëzit që janë buxhetor, kush do bëj? Dhe diaspora, kam thënë vazhdimisht, diaspora duhet të shoh atë pjesën përteqësa majtës dhe së djathtas, sepse enverisht po ti je në Shqipëri, kur vjen ti jetosh në Itali, në Gjermani, në Angli, ti do bësh kapitalist. Pra, diaspora duhet të ketë këtë lloj, por është fjala, është tamam me vëndër që thatë, jo që nëse kemi atë pjekurinë politike,
Dhe edhe ne kemi. edhe pse jetojmë jashtë, jetojmë atë mendsinë Rama, Berisha, Meta, Dreshi. Unë po ju them faktikisht se si po luhet për shembull loja politike, sepse nuk dua ta përdor kur fjalën betejë apo lufta politike, por se si po bëhet gara politike Është lojë se është betejë. Shumica e kandidatëve që kanë kandiduar gjatë këtyre 10-15 vjetëve të fundit, rrallë kanë dalë që të fitojnë apo të arrinë në për ato vende drejtuese dhe kanë arritur me një, kur i thuhet, me një ngulm të madh, kurse të gjithë të tjerët kanë qenë në një vorbull, sepse vemi prapë tek ajo fjala që thash unë, maturia politike, dhe i rikthehemi asaj historisë tonë, kur u nis Noli, u nis Tjetri, u nis dhe mbritën me ata anije në brigjet e Vlorës. Siç i thon ata nga Vlora, o vlla, mbritën për të ngritur flamur bashk, jo për të parë se ishin të djathtë të majtë, ishin këte apo ande. Ata mbritën, investimet e tyre i kishin futur në xhep për të shkruar rezoluta, për të përgatitur dokumenta, për t'i përkthyer në turqishte, në shqipe, për të lënë një kopje në Venedik, në të gjitha drejtimet. Kurse ne, si diasporë, ne nisemi, themi, do nisem unë tek samiti diasporës, po s'ma dhan llafen, unë do them që është kot. Po ma dhan llafen dhe po më dhan një cop letër që të më nderojnë, e disa i zoti jamën. Ky është ai hendeku jon mendor. Ky është ai diaspora hendeku jon. Është fatkeqësisht është e vërtetë kjo që thoni ju. Dhe ti vësh bashk ose të kërkosh. Unë do të bëja gjithmonë atë që bëhet samiti diasporës. Andej, unë them, përse nuk e bëjmë ne një samit të inteligjencës me sy politik. Këtu desha të thosha, sepse samiti diasporës të organizuar nga qeveria, apo samiti diasporës të organizuar nga opozita. Është lidhje ka kjo? Qeveria është për vete, opozita është për vete. Diaspora vetë duhet jemi ne. Duhet të jetë vetë, organizohet vetë diaspora me njerëz intelektual, me njerëz të fushave të ndryshme, të bisedohet, të diskutohet. Është si puna e asaj që ju keni një window radio, edhe ti të thosh tash, jo, unë e kam këtë radio, kam sinjalin, i kam dhe gazetarët, po të marr ta drejtoj ai që është ministri i Gjermanisë, ajo që është sekretari i Italisë. Nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim. Edhe samiti, atje dakord të bë samiti për rënjët, për kulturën, për turizmin, për këtë. Ne tashmë rënjët e kultura, e di gjithë bota që flamuri jonë është kuqezi, e di gjithë bota që kemi Shqiponjën me dy krerë, e di gjithë bota që kemi vallën e Tropojës e vallën e Rrugovës. Duhet të shkëputemi nga ky standard, se kur i thuhet krenaria e tepërt merret tashmë për arrogancë se kur jemi vetëm ne. Edhe këtë kemi thjesht në rrjetet sociale, sepse po të ishim aq patriot dhe aq krenar sa ne shprehemi në rrjetet sociale, do kishim komunikuar ndryshe për vendin tonë, apo do jepshim ndryshe për vendin tonë. Dhe kur u thua pastaj që të mblidhemi bashkë, ne duhet të bëjmë një pjekuri të tillë politike që duhet të nisi jo nga diplomat, jo nga universitetet që keni bërë, apo që kanë bërë njerëzit, as nga lekët e nga bankat, as nga bizneset, por nga njerëzit e vërtet profesionist. Në qoftë se në politik do fusësh inxhinier, ata do jenë ata që flasin për inxhinierin, për industrinë, për infrastrukturën. Nuk mund të marrësh ti një guzhinier dhe të flasi për mjekësinë. Nuk mund të marrësh një që s'ka studiuar shkencat politike apo të drejtat internacionale, edhe të flasi, duhet të marrësh njerëz profesionist dhe larg idesë që të frysh gjoksin, po un kam studiuar në Cambridge dhe mua do m'japësh një vend parlament. Po jo më zotria, po moj zonjë. Ti nuk e merr vendin parlament kur ty nuk të njeh njeriu as ke lagja jote. Absolutisht. Kjo është ajo ideja. Kjo është ajo pjekuria që unë Zonja Rapa, që të kthehemi pak tek Etleva, që kandidon për politik në Itali dhe pikërisht në Pistoia. Nga ju lindi, jeni anëtare një partie, keni, si thush, militoni diku, pra nga ju lindi ajo dëshira që ju të angazhoheni, okej, tash unë kam drejt bëj pyetjen. Pra është dëshira juaja për të, kush është
pse lindi dëshira për t'u angazhuar me politikën italiane? Atëherë, në radhë të parë, për ta ditur edhe dëgjuesi i radios, unë nuk bëj pjesë në asnjë parti politike, as në Itali. Për të ditur dëgjuesi se unë e dija, për të ditur dëgjuesi të bëra këtë lloj pyetje që ta thonit ju. Atëherë, për t'i informuar në këtë orë të darkës, ku shumë njerëz do thonë, po këta do na lodhin kokën me politika, apo do na lodhin, por jo. Ka edhe kjo pjesë e jetës, ka të rëndësinë e vet. Atëherë, unë ne folim edhe pjesë të tjera, ne folim të gjitha, por do flasim edhe për këtë, sepse në fund ditës, shikoj, ai që thotë kështu, në fund të ditës të gjithë politik ham. Sa atë çfarë vendos politika italiane, gjermane, shqiptare, atë kemi ne. Fund ditës ajo është. Atëherë, për të ardhur deri te kandidatura ime, unë nuk bëj pjesë në asnjë parti politike, as në Shqipëri dhe as në Itali. Por kam thënë gjithmonë që politika është një nga levat më të mëdha që lëviz botën, dhe kush di të punoj dhe të kuptoj politikat administrative, që do të thotë atë politikën e shkruajtur në të zezë mbi të bardhë, të di ta vëri në punë në terren, në çfarë do lloj pjese të jetës, ka bërë hapin e parë drejt politikës. Mua më është propozuar 2 vjet përpara, kur kam qenë me një delegacion italian nga qyteti Pistojës, drejt qytetit tim të Lushnjës, ishin ato tratativat e para që bëheshin për paktet e miqësisë, se janë gjëra që zgjasin mbi një vit e gjys. Njerëzit shikojnë vetëm atë fotografinë e fundit apo atë shkrimin e fundit në një gazetë dhe thonë, o e bëri, por kaloi afërsisht një vit e gjys për një aktivitet të tillë, dhe atje në qytetin tim u bë kërkesa zyrtarisht nga antar të komunës së Pistojës dhe thanë, ne duam që këtë vajzën tuaj lushnjare, kur të bëhen zgjedhjet në Pistoja, ta kemi në grupin ton, sepse e një territori, ka investuar, ka bërë evente në Pistoja, dhe pse jo ta provoj. Në atë kohë, para Sajmir Korreshi të përshëndet, thot Leonard, pas ka ftuar një aset të Lushnjës tonë që edhe pse është e mbytur dhe shkatruar nga rilindja, por Lushnja ka asete. Faleminderit që pas ka sonte një aset të ftuar. Faleminderit zotërisë, edhe pas ka dhe Mbiemrin Korreshi nga deputeti i Partisë Demokratike. E falenderoj zotërinë dhe falenderoj që po na ndjek. Në WhatsApp. Po, ndjes. Dhe atëherë u bë kjo kërkesa përpara 2 vjetëve, unë nuk e vura, kur i thuhet shumë në, si themi ne, nuk i vura shumë rëndësi, asaj vazhdova punën time të përditshme, vazhdova ato. Kur erdhi situata e zgjedhjeve vjet, pati një lëvizje të madhe nëpërmjet kur i thuhet anës diplomatike këtu në Itali, korporaturës administrative të Pistojës, figurave të ndryshme, dhe kur shikonin mënyrën se si unë lëvizja në terren, dhe duke pasur edhe një ekuilibër në radhë të parë shoqëror, për të arritur pastaj në një ekuilibër politik, më thanë, atë shprehjen që thuhet e leva, po ti që ke zonja që edhe veriut edhe jugut ti thuash në të njëjtën mënyrë mirëmëngjes. Dhe thanë, provoje. Mëse e kemi mësuar dhe në të veriut mirëmëngjes. E kemi mësuar. Ne kemi një shprehje shumë të bukur, se kur i dëgjojmë shqiptarët këtu në Pistoja me një peshë të madhe, kur i thuhet emocionuese, ne kemi dialektet e bukura geg dhe tosk, por kur e dëgjon nga një herë të shprehen në italisht buongiorno, por merr atë theksin e veriut të dialektit ton. Buongiorno. Edhe thotë, ta do jenë italianët thonë, sei diskutari, sepse shkodrës i thonë skutari. Po. Kurse kur më dëgjojnë mua që them buongiorno, edhe kthejnë kokën, thonë, ti nuk je, thonë, nga veriu. Nga shkodrë. Megjithatë, duke ju kthyer pyetjes tuaj, unë kur erdha në janar në Shqipëri,
pata dhe atje disa takime të ndryshme, disa kërkesa, disa projekte që I kisha vënë në këmbë për këtë vit që do ndjekim, se është një varg I gjatë punësh edhe projektesh që duhen bërë, dhe kur u ktheva pastaj në një vizitë të dytë në Mars me një grup të madh italianësh, që dhe ata I përkisnin fushave të ndryshme administrative këtu të Firenzes, Pistoiës, Casalguidit, Serravalet, të gjithë po thoshin filloi ajo kur I thuhet përplasja politike, se të gjithë më donin te partitë e tyre. Jo tek njëra, jo tek tjetra, dhe unë të gjithëve u kam kthyer përgjigje jo. Dhe po prisnin që si ka mundësi kjo, tha të gjithëve jo, dhe ku do dali. Unë e kisha gjithmonë dhe kam pasur gjithmonë jo ëndër, po ide pune që të punoj në anën civile shoqërore, me listat qytetare, që I themi ne lista civika. Dhe thosha, unë në qoftë se do t'i hyj një rrugë politike, nuk dua të jem as pesh, as vlerë e hequr, as vlerë e shtuar, as e sponsorizuar, as e bler apo as e shitur nga çfarë do lloj ideje e partive politike, sepse të hyj unë që jam e fundit përpara personave që kanë nga 30-40 vjet, padyshim që nuk do dukej gjurma ime, nuk do dukej fjala apo shpreha ime. Dhe thash, unë do hyj me listën qytetare, dhe kur kanë filluar e kanë marrë vesh që unë isha duke kandiduar me listën qytetare, kemi qenë akoma në vizitë në Kuvendin Popullor në Shqipëri, dhe telefoni një nga italianëve që ishte me mua, që është asesor këtu I ambientit, filloi të shpërthente nga mesazhet, thotë, ç'a ka ndodhur, thotë Leva, ç'a po ndodh në Pistoia? Thashun përse? Se unë kisha dorëzuar dokumentat, por nuk kisha bërë asnjë lloj komunikimi, as zyrtar, as nëpër media, asnjë gjë. Ç'a po ndodh? Thashun kështu, mos, tha, na e more, tha, kalan nga brenda. Ne kujtuam, tha, se ishte Uliksi ai, tha, që bëri, tha, kalin e Trojës, tha, kurse ti na e more kalan nga brenda. Dhe kjo, në mënyrë kur I thuhet edhe më të ëmbël dhe më familjare, kjo që ajo shtysa ime drejt politikës, dhe pse jo, unë e njoh shumë mirë territorin këtu në Pistoia, njoh shumë mirë potencën e të gjitha komuniteteve, dhe kur flas të gjitha komuniteteve, duhet kemi parasysh që këtu ka që nga shqiptarët, marokinët, filipinasit, kinezët, bile kinez, edhe kinezët duke se keni shumë atë në Pistoia, shqiptarët dhe kinezët ka protë. Dhe deri tek amerikanët, zvicerianët, japonesët, domethënë qyteti Pistoiës ka 112 komunitete të ndryshme që të gjithë jetojnë, kanë punë, kanë familje, kanë biznese dhe janë të gjithë të integruar. Dhe konsiderohet qyteti I familjeve. Nuk është qytet që vinë, kalojnë një weekend, bëjnë ca foto të bukura dhe ikin. Ndërtojnë familje. Shiko, zonja Teva, mua më pëlqen elokuenca juaj, forca juaj, pozitiviteti juaj, por dua të pyes pak ndryshe. Në kaq vite, në kaq shumë angazhime, aktivitete, gjitha pra që ju keni arrit me forcë dhe me mundin tuaj, dhe tashmë edhe tek politika, në mënyrë direkte apo indirekte, jeni ndjerë ndonjëherë nga vetë italianët, po themi si e diskriminuar, apo si u bë kjo shqiptarja, ose kjo e huaja, si është perceptimi I... Atëherë, me të thënë të drejtën, unë nuk e kam ndjerë kur këtë lloj diskriminimi, as në fushën politike, por as në idenë e jetës së përditshme. Nuk e kam perceptuar asnjëherë në çdo hap të jetës time, dhe askush nuk ma ka bërë. E vetmja gjë që unë kam ndjerë që këtu e para 25 vjetëve kur kam rritur dhe vazhdon të jetë dhe kjo gjë sot, që nuk është diskriminim, por është një gjë që mua më ka ngelur sot një emër I dytë, se mua të gjithë këtu më thrasin Eva. Nuk e qëllojnë dot emrin tim Etleva, nuk e përdorin as mbi emrin tim Rapa, sepse mbi emri Rapa në gjuhën italisht është si I themi ne asaj panxharit të kuq. Dhe nuk e kanë, dhe të gjithë më thrasin Eva. Kjo ka qenë ajo ideja që nuk arrinin dot të perceptonin emrin. Ju po më thoni një gjë bukur, po më thoni një gjë shumë bukur, pra mes rreshave, po duhet po kuptoj atë që
ne ne vlerësohemi ata që jemi. Pra nëse ne do dim të jemi njerëz kontributor, të jemi njerëz punëtor, njerëz që nuk të gjykon dhe nuk paragjykon njëri. Por ne, nëse ne nuk jemi këta njerëz, pastaj e vëm fajin të tjerëve, themi jo po shumë gjykoje, po shumë paragjykoje etj. Absolutisht, kjo është absolutisht e vërtetë. Unë siç u thash, edhe siç po e përsëris, jo për të bërë monotone, por edhe për t'i dhënë kur i thuhet një informacion edhe një ngjyrë sa më të ngrohtë dhe sa më familjare bisedës. Kjo nuk ndodh në qytetin e Pistojës, mua nuk më ka ndodhur, kam punuar gjithmonë, kam vazhduar gjithmonë të aggiornohem nëpërmjet kurseve të ndryshme, shkollave të ndryshme, aktiviteteve të ndryshme. Kjo nuk ka ndodhur për shembull as me komunitetin kines, që ata janë më të mbyllur brenda tyre, por janë shumë të respektuar, shumë preciz. Unë kam marrë pjesë dhe në evente dedikuar komunitetit kines, kulturave të tyre të lashta milenare, të kostumeve të tyre popullore, të bizneseve, të gjitha. Kam marrë pjesë në komunitetin e Eritreas, të Marokinëve, të El Salvadorit. Nuk është të ndjerë kjo lloj gjëje në qoftë se ti vjen, jeton, respekton dhe ndërton vendin ku ke ardhur, se fundja fundit ne kemi ardhur, nuk na ka sjell njeri me zor, nuk na ka paketuar. Dhe në qoftë se ti hyn Aftësia e një njeriu të suksesshëm është atëherë kur ditë të përshtatet, kur ditë të adaptohet. Dhe këto janë të gjitha ato për shembull që është ajo në fillim, padyshim kur vjen një njeri i ri, edhe kur na vjen në lagje apo në pallate, shikon. Ti shkosh nga Lushe në Tiranë, a kupton, edhe do pak të orientohesh, jo. Kurse ajo ndjenja kur i thuhet e inferioritetit, apo e ndjenjës së racizmit, apo e ndjenjës së përbuzjes, absolutisht jo, biles përkundrazi. Ata janë të kënaqur sepse shpesh thonë është ky territor që ka dhënë vlera, do të thotë që ne jemi tokë pjellore ku ju jeni rritur dhe jeni zhvilluar. Absolutisht. Nuk jemi pra ndjen mirë që kanë arritë të japin ato vlerat e veta të deportojnë tek ne. Pra, pa them tek ju, tek ne të gjithë ne që jetojmë në vende të huaja. Absolutisht. Okej, për këtë të kuptoj. Por tani do të bëj një pyetje tjetër. Normalisht për shqiptarët e ndjeni, flasim tash më tepër tek politika, sepse ne shqiptarët kur na jepet, kur na dhurohet, edhe kur tjetri është gjithmonë gati, ne themi wow, sa i mirë. Në një moment, pas që gati, themi ai s'bën, ai s'duhet, apo kupton etj. Vim tek politika, pra pikërisht ku jemi. Si e ndjeni për krajin e shqiptarëve, suportin e shqiptarëve? Mendoni që shqiptarët ju përkraun, ju suportojnë? Shikom, për të qenë sa më realiste dhe për të qenë sa më, kur i thuhet, transparente dhe me dëgjuesit që na dëgjojnë, sepse të gjithë e kanë provuar emigrimin, të gjithë e dinë dhe është e kohë që të thuash një gjë që nuk është e vërtetë. Atëherë, përkrahja e shqiptarëve gjatë fushatave të ndryshme elektorale, si kjo që po përballohet tani në 626 komuna të Italisë, flitet 626 komuna, ku ka një pjesëmarrje të lartë. Ne këtu në Pistoja jemi 4 kandidatë shqiptarë. Jemi dy vajza, Pse do të ishit 4 për shkakun tani? Pse mos jetë 4 të nxjerrnit një? Edhe gjithë shqiptarët të kenë një. Kjo është sepse ne akoma nuk kuptojmë atë, i kthehemi asaj pyetjes që u bë në fillim të emisionit, maturim politike, se duke pasur parasysh që janë 4, në qoftë se do bëheshim të gjithë bashkë dhe të thoshim dakord, ne në këta 4 jemi koshent që kush është më i Zoti, ose kush mund ta çaj rrugën, ose kush mund të jetë ai person, dhe të vihemi të gjithë që më përfaqëson ndonjësisht aty në atë karrige. Po, dhe akoma ne nuk e kemi kaluar këtë step, dhe tërheqim gjithse kush nga ana ime, nga ana jote, nga kjo, nga ajo, dhe pastaj arrin tek ai rezultati që shpesh për 20 vota, për 30 vota, ti nuk hyn brenda, po ka raste që nuk hyn brenda dhe për 2-3 vota. Por kemi dhe raste ekselente,
dhe këtë e them kur i thuhet me shumë krenari, kemi rastet ekselente të politikës shqiptare që flasin shqip, shkruajnë dhe vënë vulën për gjithë rajonin e Toskanës, siç është rasti i politikanit Bernardika, që është sottosegretario i gjithë rajonit të Toskanës, është një djalë shqiptar, 28 vjeç. Bernardika, është një është një ekselent në politikën italiane, e ka filluar politikën që në moshën 13-14 vjeçare, dhe për të dalë tek ajo pyetja juaj, ai djalë ka bërë rrugën e tij të politikës me pak ose as pak mbështetje të komunitetit shqiptar, por me një vlerësim të lartë dhe me një Ky është rast tjetër, por ne shqiptarët apo i prishin punë vetës, më zonja Tleva, apo i prishin punë njëri tjetrit. Pra Pistoja nuk është gjithë Toskana. Sa do e madhe të jetë Pistoja është një komunë. Por të jenë 4 shqiptarë tani, më mirë të jenë 1 apo 4, Okej, nuk po duhet të vë para kësaj përgjithësie, por thjesht ne po bëjmë një analizë politike, një analizë të maturisë politike që ne duhet të kemi, sepse më mirë të nxjerrim 1, pastaj më vonë ai 1 bëhet 2, pra mund të ketë më shumë benefite edhe vetë politika e migracionit e shumë çka. Është shumë e vërtet, duke pasur parasysh se në qoftë se nxjerrim 1 dhe ky 1 arrin në një shkallë më të lartë, ke parasysh se ai po arriti të ketë një zyrë, më pas do ketë një sekretar, më pas do ketë një këshilltar, më pas do krijojë një bord, dhe tek ai bord do hapi rrugën që të ketë persona të tjerë prezent, dhe padyshim do tërheqi ata të cilët e kanë ndihmuar, do tërheqi elektoratin e vet, do tërheqi shqiptarët e vet. Imagjino që ne nuk kemi një përfaqësues brenda politikave të integrimit. Dhe unë atë gjithmonë kam synuar dhe gjithmonë atë pikë delikate, sepse kam thënë në qoftë se komunat, jo vetëm të Italisë, të Gjermanisë, kudo që të jetë, brenda zyrave të politikave të integrimit në territor dhe të politikave administrative, po të kenë persona nga komunitetet, se ajo është politika e integrimit, se italiani është i integruar, kurse ai që do vi, ai do integrohet. Dhe më mirë ja di unë apo dikush tjetër diasporës hallet apo problemet, apo njeh edhe emri se si ta shkruaj sakt, apo e din një italian, me gjithë respektin e italianëve, por ne po të synojmë që të kemi një person në një post drejtues dhe tek ai post drejtues më pas të krijojmë bërthamat dhe të tërheqim njëri tjetrin, aty është ai hapi i parë që të maturohemi, mos të tërheqim jo i imi, ajo i jotja, se në fund pastaj ngelemi pa gjë. Absolutisht dhe pikërisht ne si dashje pa dashje po kthehemi në një farë mënyre edhe tek pjesa e diasporës, pra tek vota jonë në Shqipëri, pra që edhe ne si diasporë duhet të dimë të organizohemi, të kemi lëvizjet tona, sepse nuk mund të flas një që është deputet dhe jeton në Tiranë për të më flasë për diasporën, për problemet e migracionit, për të gjitha, ndërkohë që ai, si thosh, perëndimin e ka vizituar si turist, ose fëmijët i ka në shkollë të paguara nga vetë ai dhe sa ka idenë se sa vuan në migracion apo kush janë problemet. Absolutisht e vërtet. Unë kur u bë për shembull samiti diasporës në një nga panelet që ishte ajo për shembull për turizmin edhe për kulturën, thashë më fal, po si mund të bëhet një samit i diasporës për turizmin dhe të flitet për turizmin që bëhet në Shqipëri? Duhet të merren eksperiencat e turizmit të shteteve ku ne jetojmë. Dhe eksperiencat e turizmit janë që tek ndërtimi. Dhe çfarë dua unë si diasporë në turizëm? Po, jo vetëm çfarë dua unë, por dhe çfarë do publiku, sepse unë duke jetuar në Itali. Te kjo e kam, sepse ti duke jetuar në Itali, ti nuk do mendosh për turizmin si nga Shkodra në Durrës, por do mendosh për turizmin si nga Italia në Shqipëri. Bravo, dhe tjetra është ajo, për shembull, duke jetuar në Itali apo dikush në Gjermani, dikush në Spanjë, i di dhe gustot dhe shijet edhe të italianëve, të gjermanëve, të spanjollëve. Dhe unë duhet të sillja, kur i thuhet apo tjetri, të sillim eksperiencat që thoshim, ore dakord, ti po e bën këtë gjë, por duhet që tek mirësjellja, që tek pjata si e bën bukur, që tek tasja kullores, që tek ëmbëlsira, atu sillim eksperiencat.
kultura kulinare, kultura e dizajnit, kultura e infrastrukturave, kultura e digitalizimit, kultura e dokumentave që bëhen. Sepse ne jetojmë këtej, e dim se si veprohet dhe duhet të shohim kulturat tona, jo ti të më tregosh se si ke bërë bujtinat atje, se ti ke bërë për veten tënde, por ai ke përshtatur me kulturën e turizmit që do të vinë nga Europa e nga bota. Kjo është kulturë elitare, kjo është kulturë elitare. Dhe kjo ishte edhe për të gjithë të tjerat, panelet. Dhe kthehemi tek ajo që nëse bëhen samite për diasporën, duhet i bëjmë ne. Nuk duhet të presim të na i bëjë Shqipëria. Se normalisht ju jeni tani në një kandidaturë në Itali dhe nuk po duhet ta marrë atë kohën tonë të pistojes, por ne kudo që jetojmë, me çfarë do që të bëjmë në fundit mendin atje të vendi jonë kemi. Edhe sikur të bësh kryeministër i Italisë apo kancelari i Gjermanisë, apo thon prap shqiptar do thuash jam. Unë në fjalën time e kam thënë gjithmonë, që do të thotë, unë nuk jam çrrënjosur nga vendi im. Unë kam qenë si puna asaj lules që më hoqën nga një vazë të vogël, më vonë në një vazë më të madhe. Unë duhet ta adoptohesha, të rritesha, dhe kjo. Unë nuk i kam hequr kurrë nga Shqipëria, biles unë edhe kur vete në përfushatën elektorale, në përmbledhjet e ndryshme, kur më shikoj në xhaketë që mbaj flamurin shqiptar, më thon, erdhi Eva shqiptare me flamur. Shiko, nëse të bëj një pyetje kështu, ndoshta është, pyetje idiote nuk ka, por po të bëj pyetjen në mënyrën më shqiptare të mundshme. Ju kandidoni me listën qytetare, pra ose si mund të themi në Shqip, si kandidat pa mbarë, sepse nga të Shqipëri se kemi këtë lloj listash kështu. Pra, kandidat pa parti, si i thonë. Çfarë ofroni Pistojës, për shembull, ose çfarë keni si prioritet apo si pika kryesore për Pistojën? Atëherë, unë tek ajo, kur i thuhet kart vizita, apo tek ai posti im, kam shkruar një shprehje në italisht që dua ta mbështes qytetin ashtu si më ka mbështetur. Wow, sa bukur. Dhe besoj që brenda kësaj fraze unë kam përmbledhur 25 vjet të emigrimit tim. Si duhet ta mbështesim, dhe në qoftë se kjo do të ishte një ide, një psikologji dhe një mënyrë veprimin politik që ne ta bëjmë kudo. Në qoftë se mua Shqipëria më ka mbështetur, do ta mbështes. Në qoftë se Gjermania më ka mbështetur, do ta mbështes. Sepse ajo shprehja ta duash vendin, ta respektosh, ndoshta unë nuk dua as të dua njeri, dua veten time, ose të respektoj. Respekti nuk është që duhet ta imponosh, duhet ta fitosh, por ama ta mbështesësh dikë, do të thotë që të jesh dhe në momentet e mira, dhe në momentet e vështira, dhe ta mbështesësh atë si qytet. Nëse mua qyteti më ka mbështetur para 25 vjetëve, që më ka dhënë edhe ndihmat e para humanitare, më ka dhënë edhe kurset e para pa lek. Sot unë si duhet ta mbështes qytetin? E para njëherë që të krijojmë atë lidhje, të paktën nëpërmjet diasporës dhe nëpërmjet gjithë komuniteteve të huaja, unë ja u kam prezantuar atyre idenë time si duhet ta mbështes qytetin, kam thënë, në qoftë se këtu ekziston 61% e biznesit të ndërtimeve dhe të pjanteve, të luleve, është në dorë të shqiptarëve, do të thotë shumë 61%, e këtyre dy bizneseve shumë të fuqishme, dhe kam thënë, duhet të fillojmë që nga fëmijët tanë, mos t'i sorollasim në për zyra, në për dokumentacione, t'i marrim në për firmat, në për aziendat, në për ndërmarrjet tona, të bëjnë eksperiencat e para. Edhe gjatë beharit, mos të rrinë të sorollaten kohët, ato 3 muajt e beharit, por të venë pra ndërmarrjes së prindërve dhe të kuptojnë ç'do thotë të ngrihesh në 5 të mëngjesit, të kuptojnë se ku bëhen letrat, ku do bëhen dokumentat, se sa taksa paguhen, të investojnë, sepse brezat të rinj sot po studiojnë në shkollat italiane, të investojnë në teknologji të reja, të investojnë në mënyrën digjitale, të investojnë në mënyrën e social mediave, që firmës së nënës së babait të rritet shikueshmëria, të investojnë edhe në atë tjetër, në lidhjet dypalshe, duke pasur parasysh se kaq firma të huaja, pse të vdesin, pse të falimentojnë, kur ti mund t'i gjesh tregje të reja, mund t'a prezantosh në panajire të ndryshme, ku të gjej partner të tjerë, dhe kjo i jep një zhvillim që jo vetëm të rinjt mos të largohen, por edhe ndërmarrjet të bëhen më të shëndosha, se ti po punove për punën tënde, do ta punosh mirë. Absolutisht. Po punove për nënën e babën tënd, e di që po punove shumë do të vinë lek shumë.
dhe do jesh i paguar dhe do kesh mirëqenie. Kjo është një hap shumë i rëndësishëm që ne duhet të fusim. Dhe duhet kemi parasysh pasaj që Pistoia është një ndër 3 pikat më të mëdha të Europës të prodhimit të trenave me shpejtësi të lartë. Do të thënë mban një potencë të madhe teknike, mekanike dhe të know-how-it. Pistoia është qyteti europian i prodhimit të luleve. Pistoia është qyteti botror i festival bluzit. Do të thënë këtë vit është qyteti italian i librit. Do të thënë sillet e gjithë arkivi botror i librave brenda këtij qyteti. Atëherë, për mos ta lënë këtë qytet të vdesi, duhet ta mbështesim edhe ne që jemi komunitete të ndryshme. Duhet ta mbështesim edhe në mënyrë kulturore. Mos të ngrihemi ne për një koncert apo për 28-29 nëntorin të vemi në Shqipëri me aviona, me trena, por të investojmë këtu. Kemi artistë të tanë, kemi të rinjtë. Mos e përmend trenet në Shqipëri, sepse kemi harruar shihen e trenit në Shqipëri. E di shumë mirë, por të vjen ajo shprehja. Kuptoj. Se e thash edhe në mënyrë ironike, po shife. Sa janë të angazhuar rinia ose shqiptarët në Pistoia, si është jeta sociale e shqiptarëve? Jemi të angazhuar qoftë në politikën, qoftë me jetën sociale, me komunitetin, jemi ata njerëzit grindavec apo jemi ata njerëzit punëtor? Atëherë, Pistoia ka njerëz shumë punëtor që kanë ndërtuar shumë biznese, kanë në dorë shumë fuqi ekonomike, kanë në dorë një mirëqenie të lartë, por akoma në anën e investimit kulturor, social dhe politik jemi paksa të tërhequr. Akoma ne perceptojmë që investimi kulturor social është vetëm për 7-8 marsin, ku të mblidhen 200 gra në një restorant, hanë të pinë, kërcejnë, këndojnë e të kthehen në shtëpi. Dhe nuk e kemi akoma të perceptimin që edhe simpoziumit letrare, shkencore, si është Eteva, më mirë se ti s'mund ma thotë dikush. Nuk duhet të gjykoj ose parajgjykoj asgjë, por si është gruaja shqiptare sot? Gruaja shqiptare sot, të paktën për këtë flasim në migracion, flasim pra. Atëherë, gruaja shqiptare në emigracion, duke u nisur nga Pistoia, por edhe në përgjithësi në fashën europiane, sepse Amerika dhe ka një standard tjetër, kurse Australia është komplet në një nivel tjetër. Është tjetër sistem. Europa ka gruan shqiptare sot, unë e them gjithmonë, të coptuar aq larg dhe aq afër si gishtat e një dore. Aq sa janë të gjithë të ndryshëm, por aq janë të lidhur brenda një dore dhe brenda asaj shoqërie shqiptare. Gjen gra që kanë tentuar, punojnë, studiojnë, investojnë për të bërë karrierë, gjen që është një përqindje e vogël, gjen gra që prej 35 vjetëve janë në atë standardin, s'ka çam duhet shkolla, s'ka çam duhet kursi, më mban burrin shtëpi, kam fori stradën, dhe është për të ardhur keq. Ky mentalitet dhe mirëqenia. Kjo më dhon më shumë se asgjë. Sepse unë sot më thënë të drejtën, unë sot e shoh femër shqiptare më të dobët se sa djerë nënat tona. Sepse sot duket se ato benefitet më kollaj, më lehtë, investon shumë pak për veten. Dhe unë prandaj po e them që investojnë shumë pak për veten, shikon rrallë gra shqiptare që të organizojnë, po e përsëris edhe një herë, mos organizo thjesht një fest ku do hash një pizza po një drek edhe do japësh 50 euro, por të organizosh. Ne nuk kemi akoma atë ndjenjën dhe sensacionin që të mbledhim gratë poete, artiste, psikologe, gratë avokate, gratë biznesmene, gratë shkencëtare. Ne na duket akoma tabu, gratë shkencëtare, me qa shkencë merren. Shiko, paktën në Shqipëri ne kemi akoma tabu të shofësh një grua shofere, gjithë meshkujt i vjen mbrapa ta ngacmojnë. Më kupton? Dhe kjo është një pjesë. Për mënyrën e komunikimit, por po, është e vërtet. Pra, është një problem i madh shoqëror. Dhe, domethënë në emigrim, ne erdhëm në emigrim dhe u kënaqëm aty që
A blem një shtëpi që kemi 30 vjet për ta paguar tek banka? A kemi një foristrat që kemi 15 vjet për t'i paguar këstet atje? Për ne kjo është mirëqenia. S'ka rëndësi pastaj se thyet kurrizin punë apo dhe nuk kemi kërkuar. Unë gjithmonë kur kam pasur raste dhe ballafaqime dhe të forta me diasporën, jo vetëm në Pistoia, po thuajse në të gjithë Italinë dhe në shtete të ndryshme të Europës, kam thënë, moj gra, hapeni atë sirtarin e jetës tuaj. A keni brenda ëndra? Moj ëndra të që ndisni rroba të bukura, ëndra të bëni punime në dru si bëshin dikur, ëndra që të kesh një studim shkencor, ëndra që të merresh me sport. Edhe kur kam thënë me sport, më pëlqen ky sinqeritet kaq i pastër, sepse këtë kërkoj edhe unë nga gruaja shqiptare, nga femra shqiptare. Këtë kërkoj edhe me të gjitha ëndrat e veta. Unë jam 40 vjeçë, thoshë do merrem me sport. Moj, të merresh me sport edhe ti hipësh biçikletës, të bësh një garë me biçikleta të gjitha bashkë. Të bëni për shembull një hecje dhe të shkoni të vizitoni kisha, institucione të ndryshme. I thosha, keni kuriozitet? Kur kemi qenë një herë prezent në një kishë shumë famoze këtu në Pistoia, që u bë 30 vjetori emigrimit të gjithë komuniteteve brenda Pistojës, asnjë u bë kërkesë që shumë grave të mbani një fjalim, të tregonin diçka se çdo të thotë të hapet dera e një kishe. Dhe kam ngelur vetëm unë, vetmja grua që mbajta atë fjalim. Edhe duke si tabu që një grua me kostum, me kollare të fliste brenda një kishe. Dhe aq më tepër që unë isha dhe jam muslimane. Kur i thuhet tabu mbi tabu, që thyrë dhe kur u thash atëherë, moj gra, ju nuk keni kuriozitet ta shikoni këtë kishën? Edhe më tha mua, po e kemi parë në kishën. Thash unë, jo, kurioziteti që muret janë me një lloj mermeri, xhamat janë me një lloj xhami që është bërë në 1400-ën, hekuri se si është punuar, si është rrahur me dorë, tavani lart që është bërë që këtu në Italinë i themi cartapesta, domethënë si letër e ngjeshur, e bërë si e fortë. Pikturat e ndryshme, thosha, dyshemet, si kanë bërë shkallët, si janë këto llampadarët. Më shikonin kështu si të habitur, e thosha, po ç'a na intereson ne kjo? Tashpa, shiko, okay, se e kuptoj. Të çmonton trurin, nga një herë u them, ju të çmontoni trurin, sa doni të jeni europiane dhe të çmontoni trurin, se sa keni ngelur mbrapa, me idenë që të ngjeleni ndarkë të shihni. Unë e dua femrën shqiptare ta shoh shumë më lartë, sepse dje kanë qenë më të forta femra shqiptare. Sot janë gjitha mundësitë, gjitha kushtet, i ka gjitha hapësirat, pra okay, është shoqëria patriarkale patjetër, por nëse ti nuk e thyen tabun, nëse ti vetë nuk këmbgul, nëse ti vetë pa e shprehja e bukur fantastike jote që e the, nuk e hap sirtarin e jetës tënde të shohësh çfarë ëndrash ke brenda, çfarë të presësh nga unë pastaj? Si mashkull, po themi. Ta hapun sirtarin tënd. Pra, duhet të këmbgulim, sepse një grua fort, një grua e emancipuar, e zhvilluar, mendoj që edhe ne si shoqëri pas e demi një shoqëri edhe më mirë, më butë, më sociale. Imagjino që ne kemi gra që mbahen mend në historinë e Shqipërisë në një botë. Unë kur e kam përmendur në Firenze një herë, kam qenë në një event dhe kam përmendur emrin Eva Çezelës, jo pse unë jam vajzë nga Lushnja dhe Vaçezela është nga Lushnja. Po nuk ka lidhje, ajo është bilbila, është në arkivat e kulturës së Firenzes e njihnin të gjithë kush ishte Vaçezela, sepse ajo në 79-ën ka qenë prezent dhe ka dhënë koncert dhe ka tentuar të këndojë në gjuhën italiane. Dhe i them unë, po mirë moj gra, asnjë nga ju nuk ka dëshirë të krijojë një grup vallësh, të merret me balet, të këndoj këngët popullore, ose të bëj një manifestim të kostumeve etnografike, se këto janë ato që lëvizin shoqërinë, ushqimi që jepet familjes. Se buke gjelle, pica e makarona ka plot për ditë në çdo vend botës. Do të bëj edhe një pyetje si përfund. Kërkoj ndjerë sinqerisht, ndoshta të mbajta pak gjatë, duke patur parasysh dhe orën e mbrëmjes. Nuk ka problem. Kush është mendimi juaj për shoqatat shqiptare? Kemi shoqata pafund, nga më të ndryshme. Ky është një tast, ky është një nga ato tastet e tastierës që sa herë bie u lëret. Nuk nxjerr not muzikore.
Është një nga ato tastet që sado të ta rregulloj ai tekniku, sado ta rregulloj ai ligji, është një nga tastet që u lëret. Përtej kur i thuhet ironisë delikate dhe buzëqeshjes, është si në Shqipëri dhe si në diasporë, ne shkojmë gjithmonë me idenë e egzagjerimit përtej kufive të egzagjerimit. Domethënë ne kalojmë çfarë do lloj limiti. Ne jemi në Shqipëri 2,5 milion, kemi mbi 3.000 ca shoqata, nuk e kam idenë se sa. Dhe shumica kanë ngelur fantazma, pa dyrë pa zyre. Kemi 200 ca parti të regjistruara për të dhe më e forta kemi shoqata që janë vetëm në përfaqe Facebooku. E njëjta gjë ndodh edhe në diasporë. Që kemi shoqata këtu kam atë pjesën më shumë të problemit dhe për vetëm asaj mendimi juaj për shoqatat, po sa ndikon tek vendi ku ne jetojmë, qoftë aty në Itali, qoftë në kudo në përgjithësi, të kesh kaq shumë shoqata shqiptarësh, pothuajse gjithë atë njëjtën procedurë, jo gjuha shqipe, jo shkolla shqipe, pra kemi ngel tek ajo gjuha shqipe. Dhe duke qenë se un kam rolin nuk shohin përtej diçka tjetër. Atëherë, në këtë rast mund të flas me gjëra konkrete dhe precize, duke pas parasysh se unë jam presidente e shoqatës Integrity. Kur e kam krijuar shoqatën, e para një herë që komuniteteve ku jetojmë ose vendit ku jetojmë, italianëve shumë pak u interesojnë se sa shoqatën e hapim, mbyllim, zihemi, përqafohemi apo puthemi me njëri tjetrin. Atyre u intereson, je i regjistruar në zyrë, ke paguar taksa dhe në fund të vitit çfarë relacioni ke dhënë. Nëse ti në fund vitit nuk e dhan asnjë lloj relacioni, ti ngelesh në harres, ngelesh në atë klubin që mbledh ato 10-15 veta për ato festat e Shqipërisë dhe asnjë nuk të konsideron. Pjesa e dytë e rëndësishme pse shoqatat shqiptare në Europë, kudo flas, nuk merren me peshën e duhur, sepse ne bëjmë ekskluzivisht gjëra vetëm për komunitetin ton, vetëm për festat tona, vetëm për flamurin ton. Dhe nuk lëm hapësirë që ajo kultura ime, dituria ime të bashkohet dhe me atë të Italisë, me atë të Gjermanisë, apo me atë të Rumanisë, me atë të Polonisë. Sepse nuk dim vetëm ne. Nuk jetojmë vetëm ne. Edhe fundja kjo është e bukur kur ti e ndërthur kulturën tënde me dikë tjetër. Kur e hapa shoqatën, aktiviteti i parë që ka qenë që ne kemi qenë të ftuar nga provinca, domethënë nga prefektura, si thuhet, nga prefektura e qytetit të Pistojës. Më pas, na ftuan në një tavolinë tjetër, dhe unë që e kam vënë atë shoqatë, kam vënë që të jetë e hapur për të gjithë. Në mars organizuam një udhtim njohje dhe politik administrativ në Shqipëri, kur u ktheva. Unë isha e ftuar për shembull në Firenze në 50 vjetorin e Universitetit Evropian Italian, që u bë në Firenze 3 ditë ku erdhën përfaqësues nga 27 vendet e Bashkimit Evropian. Më pas, për shembull në Prato është bashkëpunimi që unë bëj me një autor italian për prezantimin e librit të tij. Në maj kemi akoma një aktivitet tjetër me provincën. Në shtator kemi aktivitet me një qytet tjetër, me një kulturë tjetër. Kur vjen puna e janarit kemi pasur aktivitet me komunitetin kines. Kemi sjellur një nga çmimet Pulitzer të fotografisë këtu në Pistoia, në Firenze dhe në Montecatini. Dhe kjo bën atë që nëse ti nuk je shoqat, i hapësh dyert për të gjitha aktivitetet, për të gjitha drejtimet, ti vdes. Nuk mund të këndosh, të recitosh dhe të hedhësh vallet vetëm të tuat. Nuk mund të lexosh librat e tu, nuk mund të flasësh vetëm për vetveten, sepse bëhesh monoton, narcisist dhe pa vlerë pastaj, i humb vlerën vetvetes. Dhe këtë unë prandaj e thash që është një tast që sa heri bie u lëret. Po nuk pate originalitet, e kot është pastaj që ti kujtohesh për 28-29 nëntorin, që kujtohesh për 7 marsin, që kujtohesh për festën e 1 qershorit. Kujtohemi për ato festa dhe gjatë gjithë vitit pasaj zihemi. Hajde të bëjmë një 7-8 mars dhe hajde të zihemi gjatë gjithë vitit, sepse ne shqiptarët kemi një problem, o gjithë general ose ushtar asnjë. Dhe kjo na dëmton në psikozë. Dhe këto shoqat
dhe këto shoqata kanë edhe një mangësi tjetër që është shumë domethënëse që ne nuk lëm rrugë brezit të ri. Janë kryetar, shoqatash, burra, gra, kemi në çdo hall të shoqërisë këtë problem. Që janë kemi edhe në politikë, edhe në shoqata, edhe kudo. Po pra, që janë në ato poste, janë në ato drejtime, nuk është për të gjykuar keq se ka aftësi që i kanë dhe ka aftësi që si kanë, por që një shoqat duhet të jetë kontemporane, ti si kryetar, apo si sekretar, apo si nënkryetar, apo si antar, të dish se ti të dërgosh një email, të dish si të prezantosh një projekt, të dish se si të ballafaqohesh kur i thuhet në apalte të ndryshme, në konkurrime të ndryshme, në përfaqësime të ndryshme, të dish si të vihesh përballë edhe kulturave të tjera, jo të thush vetëm unë, të dish që të thuash, po, do marrim sot edhe këtë hapësirë dhe të bëjmë këtë gjë, sepse të çudit ideja që ne mblidhemi të gjithë, vemi në një restorant, edhe tu kërkosh 50 euro, 100 euro për kokë, hajtë se do ham, do pim, do sjellim një që të tundet të shkundet një këngëtare nga Shqipëria, bam bum atje, dhe ato i këndojnë playback me kompjuter. Absolutisht. Kurse kur u thua, hajde mblidhemi, të organizojmë, unë kam pasur dëshirë, kam thënë, organizojmë të kemi një vend tonin si zyrë multikulturale, që kush ka dëshirë të hapi ekspozit pikture, ekspozit fotografie, skulpturash, kush ka dëshirë të bëj për shembull lexim libri, kush ka dëshirë të mbledhim edhe brezat e tretë, të prindërve tanë, të tregojmë historitë, të lexojmë, të na tregojnë për jetën e tyre, kur nuk ishte koha e internetit, e TikTokut, e Instagramit. Si shkruheshin kartolinat një herë një kohë. Mos e kujto kartolinën se na ka marrë malli për kartolinë. Kemi haruar fare atë pjesën e kartolinës, pjesën e letrave. Si shkruheshin ditaret një herë një kohë, si bëheshin bluzet me shtiza, si që ndiseshin qentrot, dhe të kesh një qendër multikulturale, që një herë ti takoj një komuniteti, një herë një komuniteti tjetër, një herë një tjetri, dhe kjo bën atë zhvillimin që dhe shoqëria të mos vdesi. Dhe duke nisur nga këto baza, fillon dhe i emancipimi, fillon edhe dalja nga ajo ideja që unë kam makinë dhe kam shtëpi, jam civilizur se jam në Itali. E jo, nuk është civilizim ai. Kur të pyet dikush atëre, më tregoj çik për Garibaldin, është se kur ti thua shqiptarëve, më tregoj çik për Skënderbeun, edhe të thotë nuk e di. Kjo është stadi. Unë në këtë lloj mënyre kisha menduar emisionin me ju, dhe ne kemi ardhur si pa kuptuar në fund. Dhe sinqerisht biseda me ju është vërtet një bisedë shumë pozitive, mëson shumë dhe ke shumë për të thënë, por shpresoj që nuk të kam mërzitur dhe mund të kem edhe herë të tjera në emision, mund të kem të drejtën e bërjes së një ftese herë të tjera. Patjetër, është kënaqësi. Nëse unë nuk i ceka apo nuk të pyeta për diçka, apo nuk u krijua hapësia për diçka që ju keni diçka për të thënë, mund ta thoni. Dhe unë jam mirënjohës pafund. Unë ju falenderoj për ftesën, ju falenderoj për mënyrën direkte se si ju më kontaktuat, për transparencën. Do të jemi dhe në emisione të tjera ku mund të tregojmë për iniciativa, apo ku edhe mund të presim. Sidomos kjo pjesa e fundit, kjo pjesa juaj e fundit e shoqata, pra pjesa një zyre multikulturore, kjo më thënë të drejtën, më tërhoqi shumë dhe ta them shumë sinqerisht, më bëri pak xheloz vetja ime me veten time, si nuk e ta bëra këtë pyetje pak më herët, sepse ju me këtë dhati, sinqerisht dhati një mesazh shumë fuqishëm, që mund të jepni shumë ide, mund të ndërtohen shumë projekte, mund të ndërtohen shumë çka qoftë edhe mes brezave të ne shqiptarëve, pra ne me prindërit tanë, me fëmijët tanë, pra qoftë me komunitetet e tjera, pra ishte vërtet një gjetje, një ide fantastike e juaja. Unë thash, ku do kishte më bukur se kur ne një ditë
të kemi një arkiv të viteve 90 kur kemi ardhur në emigrim në çdo shtet të Europës dhe kush kanë qenë letrat e para, kartolinat e para apo ato kartat e para telefonike që ne kemi folur nga çdo cep i botës drejt familjeve tona. A ka ndonjë familje që ka ruajtur letrat e atyre që kanë ikë në vitet 90, sepse atëherë me letra është komunikuar. Atëherë me një telegram apo si janë quajtur ato lajmthirrje të dalësh ke PTT-ja të flasësh me pra, a ka dikush atë lloj letra, atë lloj përmallimi, atë lloj telegrami, pra këto shoqata kanë të tilla arkiva, apo kemi vetëm arkiva Facebooku të hapet pimë, kaq mbaroj. Shumica kanë arkivat e Facebookut, por nga ana tjetër ka dhe shumë të tjerë që i kanë këto, por nuk kanë mundësinë, nuk kanë atë bërthamën apo nuk kanë iniciativën. Ajo ideja që ju tha, ajo zyra multikulturore, ajo ishte vërtet fantastike dhe këto ide dhe kjo siç është, shiko thash më bëri xheloz vetja ime me veten time që nuk e drejtova këtë pyetje pak më herët, por shpresoj që do jemi herë të tjera. Patjetër. Unë këtë e kam pasur si dëshirë sepse e kam praktikuar për herë të parë, po të marr 30 sekondat e fundit e kam praktikuar për herë të parë, fal mbështetjes së shoqatës Zëri Mërgjimtarit në Novara. Ne kemi bërë për herë të parë një libër që quhet Lulkuqet e Globit, ku brenda kemi futur fëmijë nga gjithë bota, nga mosha 5 deri në 15 vjeç. Dhe tham që janë të zotët fëmijët sot që rrin pas TikTokut, Instagramit e digital media, të shkruajnë, të lexojnë dhe na kanë surprizuar sepse brenda na kanë sjell piktura, skulptura, tregime policeske, fotografi, proza, poezi, dedikuar nënës mësueses gjyshes, avionit të parë, macës që kanë lënë ke shtëpia e gjyshes dhe na kanë mrekulluar. Kështu që brumi, dëshirat, ëndrat nuk vdesin kurrë. Po deshëm ne i lëm të vdesin. Ja, po të them në këtë linjë bisede, edhe ne në Window Radio, pra duke qenë një media totalisht nga ana pasionit dhe dëshirës, pra totalisht vullnetare, edhe moderatori në Londër, tjetra moderatore në Tiranë, një tjetër në Padova, komplet si staf, jemi vetëm me pasion dhe me dëshirë dhe ne kemi ndërtuar para 3 javë për herë të parë kemi filluar që të kemi edhe emisionin për fëmijë çdo të shtunë mbasdite, për fëmijët e diasporës, pikërisht për të tilla vlera, për të përcjell të tilla gjëra, për të dhënë atë komunikimin pak ndryshe apo për të nxjerr pak nga ajo pjesa e TikTokut, e rrjeteve sociale, apo për të organizuar emisione për fëmijë, pra që të jemi sa më afër dhe të jemi sa më duhet të jemi transparent me veten tonë. Ora më duket se jemi bërë egoist me veten tonë. Pra duke bërë ka shumë egoist me veten tonë, kemi harruar ato vlerat që ne kemi brenda vetes, nuk është puna vetëm thjesht të marrim apo të shpalosim. Hajde të nxjerrim vlerat brenda vetes, mos bëhemi kaq egoist. Një miku im këtu që është gazetar, kur i kam thënë dikur një shprehje që i kam thënë sensacioni dhe ndjenja më e lartë që mund të kesh me publikun kalon vetëm nëpërmjet mikrofonit të radios. Dhe ai më tha, Eva, po pse tha kalon vetëm nëpërmjet? Sepse ti atje nuk më sheh, as jam veshur, as jam e modës, as jam lyer apo as jam rregulluar. Ti më ndjen zërin dhe më lexon mendimin nga zëri. Ajo është filli që mund ta lidhësh direkt dhe më pa. E di tha që e ke vërtet shumë të qelluar këtë tha si shprehje. Kështu që të rikthehesh në bazën e radios, të rikthehesh si ai dikur alfabeti Morse, tik-tak, tik-tak, do të thotë që unë e hap radion dhe dëgjoj, pavarësisht se kush është ai nga ana tjetër, dëgjoj mendimin, zërin dhe sensacionin që më transmeton. Dhe unë për këtë ju falenderoj shumë dhe gjithë dëgjuesve. Shpresoj që Window Radio ka gjetë një ndjekse të saj dhe shpresoj pse jo, në një të ardhme dhe ju të na ndihmonin me bashkëpunimin tuaj në Window Radio. Patjetër, do të jetë kënaqësi. Shpresojmë të ridëgjohemi pas zgjedhjeve, ka ngelur pak. Unë uroj suksese. Fitohet apo humbet, unë e them gjithmonë në eksperienca të tilla asnjëherë nuk humbet, sepse dhe si për mirë apo për keq ato të mësojnë se ku duhet të rregullosh që të përmirësohesh. Pa diskutim. Faleminderit.
Ju jam mirënjohës dhe ju uroj suksese në zemër. Shumë faleminderit që ishit sot me. Faleminderit juve, natën e mirë të Natën e gjithë mirë. dëgjuesve dhe suksese. Faleminderit. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte Horizont për sonde. Pra, unë më thënë të drejtën e shijova këtë bisedë, sepse me të vërtet zonja Etleva Rapa ishte, pra sikur e thash në fillim të emisionit, një person shumë dimensional, por një person shumë i thjeshtë, me ide të qarta, me vizion, dhe kemi nevojë për të tillë njerëz vizionar. Kemi nevojë jo se na mungojnë ne shqiptarët njerëzit vizionar, por kemi nevojë për njerëz vizionar të thjeshtë. Flasin bukur, shprehen bukur, qartësisht me idetë e tyre, qartësohen me atë çfarë thonë dhe me të vërtet kjo ishte Etleva Rapa. Mendoj që keni marrë informacion, mendoj që ka qenë edhe për ju një emision i këndshëm, por gjithsesi ne u përpoqem të themi ato çfarë ne mundëm të themi. Dhe doja shumë miqësisht t'ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të Italisë që jetojnë në Pistoia të dalin me 24-25 maj, më qofsha gabim është dita votimeve atje, të dalin të votojnë dhe Etleva Rapën të kemi në komunën e Pistoias. Pra jo pse ishe sot në mysafire ke ne, por të kesh një shqiptare, një zonjë dhe një person kaq vizionar dhe kaq aktive në jetën publike, sociale, politike, qoftë në Itali, qoftë në Shqipëri, qoftë në Evropë, është nder për këdo që Etleva përfaqëson. Unë duke u falendëruar të gjithëve për vëmendjen dhe duke u dhënë një përqafim shumë të përzemër të gjithëve, ju them natën e mirë dhe nesër mbrëma ritakohemi sërish në Horizont dhe sërish mikrofoni i Window Radio do jetë në Itali me një tjetër të ftuar. Natën e mirë dhe kalofshi mirë, faleminderit. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.